Miri mundet nga Selina dhe përfundon i dyti në finalen e Big Brotherit. Banorja që dikur ai e pati aleate mposhti atë në finale. Miri e mbylli rrugëtimin e tij në Big Brother në vendin e dytë, dhe pse ishte një nga finalistët më të pëlqyer të këtij edicioni. Selin u shpall fituese e këtij sezoni dhe rrëmbeu çmimin e madh prej 100.000 eurosh. Gjatë gjithë sezonit ajo ishte një konkurrente luftarake dhe e palëkundur, e cila nuk u dorëzua asnjëherë përballë sfidave të shumta. Ajo u përball me debate dhe situata të forta brenda lojës, duke qenë shpesh në qendër të përplasjeve, sidomos me konkurrentët meshkuj. Ajo sot pati një surprizë nga babai i saj, i cili i tha se e ka bërë krenar dhe se e meriton fitore. Ajo rrëmbeu çmimin e madh prej 100.000 eurosh dhe tha se një pjesë e kësaj shume do shkojë tek shtëpia e fëmijëve si ndihmë. Në pod, ajo ishte së bashku me Mirin, i cili doli në vendin e dytë, me Mateon vendi tretë dhe Rogerti i fundit. Ju si mendoni për këtë fitore, a ishte e merituar dhe pse? Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.